Falënder shumë, mi si u gjetëm, unë do të them të dashur shqiptar. Sepse lindëm si shqiptar, do të ngelim si shqiptar dhe do të vdesim si shqiptar. Dhe dajtë të kthehemi të flasim për luftat, kjo garda që e shihni prapa meje këtu, këto kam përjetuar luftën drejt për drejt. Këtu kemi edhe invalid të luftës me plot plak në trup, po jetojnë edhe sot në ëndrrat e luftës. Megjithatë, këtu komandanti legjendar Adem Jashari nuk ishe veç i Dardanis. Ai u rikthi i gjithë Shqipnisë. Sepse ne luftëtarët e luftës shim 3 luftrave për ribashkim. Në vjet e frontit e kishëm vetëm një betim. Betimi i juaj, i këtij luftëtarëve këtu ishte një citat të vogël. Si luftëtar i luftës shqiptare të Kosovës, betohemi se do të luftojmë deri në ribashkimin e Shqipërisë. Që nga Preveza, Qëmëria, Deli, të mua e kuqe që i thënë ka humb, jo, ajo rënjët i ka aty. Pra, ne si luftëtar të luftrave të dashur shqiptar, që jeni mbledhur sot këtu për të shpalos këtë krijetrimin Adem Jasharin, që s'ka Skënderbeu, e deri te Adem Jashari e ky burr i thuri themelet e pavarësisë Kosovës. 3 gërmat e arta, një U, një Q, një K, e bën një shtet. Dhash të Zoti se ne si shqiptar, që gjendemi akoma të garë me kufi, atëherë kërkojmë më shumë. Kur i pash këta nxënës këtu, duke recituar të lirë që 100 e ca vite shtet, fëmijët tonë s'kan gëzuar bile as një recital, ta thuan para mësuesit, para mësuesës, para profesorit e tjerë. Gjithmonë në cenzur, edhe ju keni pas një cenzur, po e lam kështu të mbilu. Por megjithatë, të ngele shalan në cenzur, në tokat ardhërore shqiptare, atëherë të dashur, çka na duhet neve për të bërë? Të bëmi një, të unifikuar, t'i lëm ato i thash më tha